jashtë vendit, si shtatë dhe ju me të drejtë, nga protestat më të rëndësishme atje ishte banorëve të Durrësit, të cilët preken nga projekti TIT. Është një projekt i cili është bërë në një mënyrë totalisht të pakonsultuar, totalisht kundra interesit publik, që nuk i shërben as turizmit, as zhvillimit të Durrësit, siç supozohet që janë qëllimet e shpallura të projektit, por nga ana tjetër e shkatron identitetin e Durrësit, shkatron shtëpitë karakteristike të Durrësit, po shkatron dhe pronat private të këtyre banorëve që kanë qindra vjet që jetojnë brez pas brezi në ato shtëpi. Ai projekt është bërë nga ADF-ja, nga Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim, është bërë pa shkuar në terren, pa i takuar banorët, pa bërë procesin e konsultimeve, që është i detyruar që sidomos kur bëhet fjalë për shpronësim siç do ndodhin, siç supozohet të ndodhin atje, kur nuk përputhet realiteti me atë që thot projekti, pra shtëpi që në projekt duken si shtesa, ndërkohë janë shtëpi karakteristike të ruajtura, të pandryshuara, dhe gjenden të njëjta edhe në dokumentaret fashiste, dhe unë e kam ndjekur sepse bëhet fjalë për identitet, për historik, për trashëgimi, se Durrësi vetë është pjesë e trashëgimisë tonë kulturore, përveç amfiteatrit, edhe shtëpitë karakteristike, që ata në fakt nuk i kanë vënë një gosht që mos t'i prishtin autenticitetin, dhe këta tani duan t'ia ushqejnë. Hajde të zgjidhni një lidhje logjike, se një shtëpi që duhet të ishte mbrojtur nga aspekti Filipi lejohet të bënte asnjë rekonstruksion, sepse quaj brenda zone të mbrojtur të konservuar sferave historike, tani duhet shëmbur. Dhe qartësisht ata kanë të drejtë të protestojnë. Unë kam vajtur në Durrës, i kam diskutuar afër Banisa, kemi bërë seancë ligjimore në komision, kam drejtuar disa letra dhe shkresa të cilat i kam vënë pasem dispozicion dhe banorëve, kam bërë interpelancë me ministrin Gonxhe dhe vazhdoj ta ndjek çështjen sepse kanë të drejtë dhe shteti nuk mund të kthehet në peng të një privati për interesa klienteliste dhe t'i bjerë në qafë të gjithë qytetarëve, t'i bjerë në qafë edhe Durrësit vetë, se Durrësi nuk do të jetë i njëjti duke shkatruar shtëpitë karakteristike të Durrësit me demek për lundrishte. Dhe patjetër që ne i mbështesim dhe do t'i mbështesim deri në fund, ashtu siç mbështesim minatorët. Ju e patë se pafitueshsin komisione për t'i krahasuar minatorët me balerinët, edhe për bërë qëndrimin nga më qesharaket atje për të mos i dhënë statusin, ndërkohë që Partia Demokratike e ka thënë është krah tyre dhe ata meritojnë plotësisht statusin e minatorëve. Pra ne jemi në krah të qytetarëve që protestojnë për të drejtat e tyre. Në lidhje me këtë, sepse ne kishim tani një kronik tjetër pont Durrës në zonët Curilave, ankoheshin ata banorët dhe thoshin me këto lekë që marrim ne nuk blejm dot një shtëpi tjetër. Dhe ky është i problem i përgjithshëm ta përgjithsoj pak tani, se gjithmonë ka pasur përplasje. Fryma e ligjit është në fakt që për interesa publike mund të shpronësohen njerëzit dhe të kompensohen për pronat e tyre. Nga ana tjetër, qeveria thot ka këtë logjik që përsa kohë që ju deklaroni këto çmime shitje blerjesh të shtëpive, unë do mbaj këtë si referencë zyrtare që ky është çmimi. Ndërkohë gjithë e dim që çmimet janë ndryshe, çmimet e tregut janë ndryshe nga çmimet e referencës dhe rezultati është i pakontestueshëm, rezultati është ndryshe nga fryma e ligjit që duhet kompensohen njerëzit u merret një shtëpi dhe lihen pa shtëpi për shkak të interesit publik. A duhet të adresuar kjo dikur në një farë momente? Se kjo bie ndesh tani me s'mund ta lësh tjetrin pa shtëpi, po të thuash që jo unë i dash lekët dhe ai mund të gjejë një shtëpi. Nuk është e vërtetë.